Tregon Imam Buhariu rahimallahu taala në sahihun e tij nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ma min ayamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min al-amali fil ashr. Nuk ka vepra të mira të cilat janë më të dashura dhe më të mëdha te Allahu dhu xhelal se veprat që bëhen në 10 ditë e Dhulhijhes. E i thanë sahabët: e as gjihadin rrugën e tij, që është niveli më i lartë i veprave të mira, kategoria më e lartë, tha e as gjihadin rrugën e tij, për pos ati besimtari të devotshëm dhe të sinqert, i cili e ka marrë shpirtin e vetë me vete, dhe krejt pasurin që e ka pas, dhe krejt atë e ka sakrifiku për Allahun dhu xhelal dhe në rrugën e tij, ai njeri ka mundësi me qenë me vepër më të mirë edhe më dashur te Allahu, se sa ai që e shfryzon 10 ditë e Dhulhijhes për t'i mush ato me vepra të mira. Do thot, prej sot o dashur vllazën, na kemi hi në këto 10 ditë e muajit Dhulhijhe, 10 ditë më të mira të botës. 10 ditë më të mira të botës. I kanë pyet ulemat, kanë thonë cilët ditë janë më të mira të vitit, a këto 10 ditë e Dhulhijhes apo 10 netët e fundit Ramazanit? Kanë thonë ulemaja, ditë për ditë, ditë e Dhulhijhes janë më të mira, e net për net, netët e fundit Ramazanit janë më të mira. Allahu dhu xhelal u betu në këto 10 ditë dhe tha: wal fajri wa layalin dhil ashr. Pasha mëngjesin dhe 10 ditë. E ulemat thënë që 10 ditë në të cilat është betu Allahu dhu xhelal janë këto 10 ditë e muajit Dhulhijhe. Pse janë ditë më të mira? Pse janë ditë më të mëdha? Pse ibadetet në këto ditë janë kaq të rëndësishme? Thot Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, njëri prej komentatorëve më të mëdhenj të Sahihut të Imam Buhariut rahimahullahu taala, thot për shkak se në këto 10 ditë bëhen bashk shumë ibadete të cilat nuk mund të bëhen bashk në asnjë 10 ditë tjetër përveç këtij. E cilët janë ato ibadete që bëhen bashk? Vetëm në këto 10 ditë e Dhulhijhes mundesh me bëu bashk namazin, me agjërimin, me haxhin, me sadakan dhe zakatin. Muaj tjerë nuk mundesh, në Ramazan haxh s'në bën. Në Ramazan bën namaz dhe agjërim dhe zakat, ama haxh s'në bën. Muaj tjerë mundesh me bëu namaz edhe zakat, ama edhe agjërim vullnetar, ama haxh s'në bën. Vetëm tash bëhen bashk këto ibadetet që janë 5 shtyllat e Islamit. Edhe shahadetin e thu, edhe namazin e fal, edhe agjërimin e kryen vullnetar, edhe zakatin e jep, edhe ai që ka shku në Kabe edhe haxhin e kryen. Allahu i pranoft adhurimet e haxhilerëve, duat e tyre. Allahu aletoft udhtimin e haxhit dhe ne i kthejf të gjithë ata shnosh e rahat, me ibadet pranuar, me gjunahet faluna, me shpirt të mbushur me iman, me kënaqësi të zemrave të tyre, dhe me të gjitha të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit, inshallahu taala. E tash, çka duhet me bo na sot deri në Bajram, që janë 10 ditë? E shtunë e ardhshme, nesër një javë, është ditë e Arafatit, e dila është ditë e Bajramit, 10 ditë plota. Çka duhet me bo? Puna e parë që duhet me bo në çdo besimtar në vazhdimsi, sidomos këto ditë, është me bo tobe dhe istighfar. Me ju kthi zemrës së tij
dhe me kërku prej Allahut mja fal gabimet e tia, gjunat e tia, ato të mëdhajat, e sidomos ato të zemrës. Cilët janë gjunat e zemrës? Po hasedi është gjuna i zemrës, zilia. Po inati është gjuna i zemrës. Po urrejtja ndaj tjetrit është gjuna i zemrës. Po mlefi, po nënçmimi i tjetrit, po mendje madhësia, po paragjykimi, këto janë gjunahet mëdhaja të zemrës. Kretë që këto gjunahe na i nxin zemrat dhe na i nxin jetën. Sa e sa njerëzit kanë probleme me njëri tjetrin për shkak zilis, për shkak urrejtjes, për shkak inatit, për shkak mëris, për shkak mendje madhësisë, për shkak paragjykimit. Hidhrohen njerëzit, rrihen me zveti, po edhe vriten, për shkak të këtyre smundjeve të rrezikshme të zemrave tona. Andaj ktheu zemrës tone dhe shife çka ka prej këtyre smundjeve dhe gjunave të mëdha, pastroje. Dhe lutë Allahun që Allahu me t'i falë ato gjunahe dhe me t'i largu nga jeta jote. E dini pse? Se një tokë para se me mjell duhet me punu, duhet me lavru, duhet me brenu, duhet me e bot përshtatshme për me mjell farën. Askush, asnjëherë nuk e hudh farën në tokë të papunume. Edhe unë edhe ti, nëse duam që të mjellim ibadetet e dobishme në zemrat tona, njerë na duhet me i trazu ato, ne duhet me i lavru ato, njerë duhet me i punu ato, njerë duhet me i pastru prej ketë bërloqeve që kanë zënë ven aty, e masi ta pastrojmë, e ta punojmë, e ta përgatisim, atëherë mjell çka dush, se me lejën Allahut ka me dhonë Allahu bereqetin e vetë. Ande kjo është puna ma e madhe dhe ma e rëndësishme. Mas kësaj, rini gati